Beogradi po përjeton një protestë të madhe studentore, ku mijëra qytetarë nga gjithë Serbia janë mbledhur për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Protesta nisi në mëngjes dhe përfshiu disa lokacione të kryeqytetit, duke bllokuar pothuajse të gjithë qytetin. Incidenti më i rënd ndodhi rreth orës 11:30, ku një makinë përplasi disa protestues që po marshonin drejt qendrës. 3 persona u plagosën, ndërsa shoferi u arrestua menjëherë nga autoritetet. Protesta u karakterizua nga një atmosferë zjarre në ovacione, fishek zjarre dhe një solidaritet të madh midis qytetarëve. Studentët që mbërritën në kryeqytet u pritën me përqafime dhe brohoritje, ndërsa turma e protestuesve u drejtua nga Kuvendi i Serbisë në sheshin Flavia, ku zhvillohet pjesa kryesore e tubimit. Në mes të kësaj situate, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se do t'i drejtohet qytetarëve në orën 22 në një konferencë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, ai reagoi fillimisht përmes Instagramit, duke postuar një foto të tij me flamurin serb dhe një mesazh të shkurtër: "Rroft Serbia." Situata në Beograd mbetet e tensionuar, ndërsa protestuesit vazhdojnë të marshojnë nëpër rrugët kryesore të qytetit. Protesta më e madhe në historinë e Serbisë e paralajmëruar për të mbajtur këtë të shtunë në Beograd ka nisur prej disa orësh. Raportohet se në bulevardin Mbreti Aleksandër, afër parlamentit të Serbisë, janë mbledhur qindra mijëra njerëz. Mediat në Serbi raportojnë se kjo zonë është e mbyllur për trafikun, ndërkaq gjatë tërë ditës, por dhe nga mbrëmja janë parë turma të mëdha njerëzish që përshkrojnë rrugët që të çojnë në Beograd. Ata në duar po mbajnë flamuj të fakulteteve, flamuj të Serbisë, por dhe simbolet e qyteteve prej nga vinë. Protesta po mbahet kundër regjimit të Vučićit dhe gjithçka ka nisur nga rrëzimi i një mburoje betoni në stacionin e trenit në Novi Sad fund vitin e kaluar, ku mbetën të vdekur 15 persona. Ndërkohë te pallati presidencial janë mbledhur mbështetës të presidentit Aleksandar Vučić dhe tensionet janë të larta ajsa parashikohet që Serbia t'i trembë një lufte të mundshme civile. Ndërkohë në terren ka ndalë numër i madh i forcave policore. Ndonse ishte paraparë që të fillonte në orën 16 protesta përpara Kuvendit të Serbisë, organizatorët kanë bërë me dije se lokacioni do të ndërrohet për arsye sigurie dhe se do të nisin tubimin në sheshin Slavia. Siç raporton televizioni në një, ka informacione se protesta do të jetë edhe para Kuvendit, por se një sken do të ngrihet edhe te Slavia. Studentë dhe qytetarë janë drejtuar drejt Kuvendit të Serbisë në 4 lokacione. Aktualisht një numër i madh njerëzish janë në rrugët e Beogradit dhe nuk është më e mundur t'i afrohen para parlamentit serb. Teksa protesta vijon, gazetari Vuk Çvijić deklaroi se nga policia vinin informacione se njësi të caktuara të saj kishin refuzuar të godisnin qytetarët ashtu siç është urdhëri nga Ministria e Brendshme dhe presidenti Vučić. Sipas Index PKR, zakonisht në një tubim të tillë nxirret së pari xhandarmeria në terren, por ka informacione se disa njësi policore kanë refuzuar të prekin me dorë qytetarët. Natyrisht se diçka po ndodh në polici, tha Çvijić në programin e një, duke komentuar ndryshimet e fundit të brendshme në funksionimin e policisë në Beograd. Aleksandar Vučić ka vazhduar nga afër punimet e një kantieri ndërtimi para se të niste protesta dhe tha se ishte i bindur se do të ruhet paqja dhe stabiliteti në vend. Jam i bindur që sot do ta përballojnë gjithë presionin, sulmet dhe do të ruajnë paqen dhe stabilitetin dhe më pas do të fitojmë me të ardhmen, ka thënë Vučić për një postimi në Instagram. Njerëzit kanë ëndra të ndryshme, disa ndërrojnë për të shkatëruar diçka apo dikë, disa ndërrojnë të ndërtojnë. Besoj se shumica e shtetasve serb duan të ndërtojnë një Serbi më të mirë dhe më të suksesshme, ka thënë Vučić të shtunën. Sipas njoftimeve të mediave, punonjësit e radio televizionit të Serbisë janë zhvendosur jashtë ndërtesës kryesore të shërbimit publik të vendit, pavarësisht letrës së marrë nga punonjësit e RTS, ku thuhet se programi do të vazhdojë si zakonisht. Ata u zhvendosën në një godinë anësore, ndërsa policia ka rrothuar godinat kryesore. Përveç qytetarëve të shumtë para Kuvendit të Serbisë, ka edhe një numër të madh të pjesëtarëve të xhandarmerisë, forcave të tjera policore si dhe persona të pa identifikuar, të veshur me një lloj uniforme zyrtare. Mediat në Serbi thonë se nuk ka shenja zyrtare, por se ndodhen pranë forcave zyrtare të policisë, gati për të ndërhyrë në tubimin e sodëm në Beograd, për të cilin studentët vazhdimisht kanë theksuar se është jo i dhunshëm dhe apolitik. Është parë edhe njëri nga liderët e opozitës, Miloš Jovanović. Ndërkohë, studentët e Fakultetit të Arteve të Bukura dhe Fakultetit të Shkencave Politike sollën së bashku një figurë të kalit të trojës me rrota 3.5 metra të lartë në një protestë në qendër të Beogradit. Një protestues i identifikuar si Milenko Kovačević tha: "Unë pres që kjo të lëkundë autoritetin e tij dhe që Vučić të kuptojë se njerëzit nuk janë më me të." Ndërkohë policia thotë se ka arrestuar tani një burr që përplasi makinën e tij
me protestuesit në periferi të Beogradit duke plagosur 3 persona. Tensione ndërkohë po rriten përpara demonstratës, pasi mbështetësit e presidentit kanë filluar të ngrenë një kamp në një park përpara pallatit presidencial. Ndërkohë në fillim të javës Vučić paralajmëroi se oficerët e sigurisë do të përdorin forcën kundër njerëzve në këtë tubim.